Bereqetin ja marrën e tokës ja vun flakën. Bujqit në mas të madhe po I djegin tokat bujqësore si pastrim pas të korrave. Pamjet të tilla shihen nëpër pjesë të shumta brenda vendit, por ekspertët e bujqësisë vlerësojnë se djegja e tokës vetëm se u bën dëm bimëve. Djegja krijon vetëm disavantazhe, asnjëherë nuk krijon avantazh. Azoti fillimisht digjet dhe kalon në gjendje të gazit në ajër, si I tillë është I papërvetësueshëm për bimë, po edhe fosfori dhe kaliumi që digjen, ngelin në hi dhe nuk kanë më vlerë nutritive, nuk kanë më vlerë ushqyese. Praktikisht djegja duhet një herë përgjithmonë të eliminohet nga fermerët e vyshëm. Por jo vetëm për të mbjellat, sipas ambientalistëve zjarret kontribuojnë shumë në ndotjen e ajrit. Do të ajri lirohen një numër I madh I gazave në ajër, përveç ndotjes së ajrit. Dëm I shkakton edhe përbërjes së tokës. Toka praktikisht në ndikimin e temperaturës mundet me kalu në një formë kimike tjetër, e cila është e patërhetshme dhe ajo e bën token inerte. Megjithatë, pasojat që lë zjarri shkojnë edhe përtej. Mund të shkaktoj pasiguri fizike, mund të shkaktoj djegje të objekteve përreth, shkatërrim ose djegje të pemëve, pemishteve të caktuara etj. Me gjithë dëmet e rreziqet, Ministria e Bujqësisë nuk tregoi nëse inspektorati I saj ka evidentuar ndonjë rast të zjarrvënies apo dhe të ketë gjobitur ndonjë person. Njësoj veproi edhe policia pasi nuk tregoi nëse kanë gjobitur ndokënd për zjarrvënie.